Hani një lugë mjalti në ditë dhe nuk do ta besoni çfarë do ju ndodh. Mjalti është një ëmbëlsues i parë natyral i njeriut, ndërsa ka edhe një sër efektesh pozitive në organizmin ton. Studimet e vazhdueshme vazhdojnë e përshkruajnë mjaltin për këto efekte të mrekullueshme si antimikrobik, antiviral, antiparazitar, antiinflamator, antioksidues dhe kundër sëmundjeve të këqija. Studiuesit e këshillojnë mjaltin edhe për sportistët si një burim të theksuar të energjisë, por për të arritur tek shumica e këtyre efekteve mjalti duhet që të merret në një mënyrë të rregullt. Dozat e preferuara të konsumit janë nga 50 deri në 80 gram në ditë dhe do të shikoni se rezultatet do të jenë vërtet efektive në shëndetin dhe organizmin tuaj.